Се ближи денот кога Уставниот суд ќе расправа за законот за албанскиот јазик. Највисокиот орган во земјава, ЗТВ21 потврди дека за 20 март на дневен ред е ставен почетокот на консултативната седница со експерти од областа. Одвреди велат дека законот не ја исполнува барањата на албанците, но сепак треба да се спроведува таков како што е. Билел Касами од движење Беса рече дека Уставниот суд не треба да се занимава со политички прашања. Gjykata kushtetuese nuk duhet të merret me çështje politike, sigurisht që ligji si i tillë nuk i plotson kërkesat e shqiptarëve, por duhet të implementohet dhe ne besojmë që gjykata kushtetuese ka çështje tjera shumë të rëndësishme të cilat duhet t'i zgjedhë sa i përket kushtetueshmërisë. Këtë drejtim, po të ketë çfarëdo lloj diskutimi sa i përket ligjit për gjuhët, uroj që gjykata kushtetuese të sjellë vendimin në drejtim të orientimit për implementim të njëjtit dhe sigurisht që ky ligj të jetë praktik dhe implementueshëm dhe në interes të shqiptarëve dhe komuniteteve tjera ashtu siç ka qenë edhe qëllimi i miratimit të tij. Европскиот фронт упати повик да не се чепка албанскиот јазик. Претеничката од албанската опозиција Илира Даути рече дека самиот факт да се остави отворено уставното прашање за законот за употреба на јазиците за неа представува директна закана за албанците да се чувствуваат несигурни во употребата на албанскиот јазик. Që nuk ja kanë lënë çështjes së drejtësisë shumë çështje të caktuara, veç e kanë vërtetuar, duke filluar që nga shkelje të rënda që kanë bërë, duke filluar edhe nga vetë largimi balancuesi që në fakt prapa vetes kishte edhe vetë largimin e të drejtës së deklarimit të përkatësisë etnike, të gjitha këto janë të shkruara në programin e VMRO-s, prandaj çdo tentativë e tij për të paraqitur gjoja se i alen këto çështje drejtësisë janë veç tentativa të dështuara sepse vetë kanë dëshmuar të kundërtën. На почетокот на декември минатата година се одржа првото рочиште во Уставниот суд на иницијативата на 13 субјекти, меѓу кои Левица и ВМРО-ДПМН, против законот за албанскиот јазик. Тој период беше проследен со протести, организирани од Европскиот фронт, испраќајќи пораки да не се чепка овој закон, кој според нив беше еден од темелите на рамковниот договор по конфликтот во 2001.